Marrë një banese me qera po kushton çdo vit më shumë. Tashmë tregu po përballet me çmimet e të larta jo vetëm për shitjen e apartamenteve, por edhe për qerat. Sipas agjencive imobiliare, brenda vitit çmimet janë rritur me 10.000 lekë të reja. Atëherë çmimet e qerave variojnë 1+1 kanë shku prej në 300 deri në 350, varet edhe te gjendja që kanë prona. Po ashtu 2+1 ka shku 400 deri në 500, tu po gjendjen që është prona. Pra ka një rritje dallueshme. Pra mrena vitit janë rrit pothuajse 800.000 lekë në çmim. Për të përfituar nga bumi turistik, familjet po kthejnë apartamentet e tyre në dhoma me qera ditore, duke mbajtur lart çmimet e qerave. Pas parasysh edhe tregu të Airbnb-ve, pra që shumë persona kanë kthyr në biznes sepse shifet që Shkodra merr vetëm atraksion. Kërkesat më të larta për banesa me qeraja në qendër të qytetit bëjnë ditur agentët imobiliar. Kryesisht në qendër, pra, sepse këtu është kërkesa më e ndal, pra nga 300, 350, 400. Valja shtrejtimi nuk pritet të ndalet, pasi ekspertët gjykojnë se tregu po ndryshon, kërkesa është e lartë dhe nuk pritet të ketë rënje, ndaj duhet të ketë politika sociale me kredi të buta, sidomos për të rinjt për të garantuar strehim.